Ekzekutivi i Bashkimit Evropian njoftoi politikat e reja që synojnë të koordinojnë blerjen dhe grumbullimin e lëndëve të para si mineralet e rralla, që janë thelbësore për industrinë e automobileve, elektronikën dhe mbrojtjen. Komisioni Evropian gjithashtu tha se do të përdor politika më të forta ekonomike me partnerët tregtar për të siguruar më mirë furnizimin me metale të rralla. Bashkimi Evropian gjithashtu do të jetë më strategjik në përdorimin e peshës ekonomike dhe qasjes në tregun e brendshëm, theksoi komisioni. Masat ekzistuese që Komisioni Evropian planifikon të përdor për të forcuar sigurinë ekonomike mund të përfshin tarifat kundër shitjes nën çmimin e tregut, masa kundër blerjes së kompanive europiane nga vendet e tjera ose përjashtimin e firmave të jashtme nga kontratat publike. Kina, furnizuesi kryesor botëror i mineraleve të rralla, përgjegjës për më shumë se 2/3 e prodhimit deri në 2023, njoftoi kontrolle të reja mbi eksportet në muajin tetor. Kjo shkaktoi tronditje në tregje dhe ndërprerje në zinxhiret e furnizimit, derisa Pekini më pas njoftoi pezullimin e masave për një vit. Vendi gjithashtu kishte vendosur licenca më të rrepta eksporti për disa materiale në muajin prill. Mos marrëveshja europiano-kineze mbi prodhuesin e çipeve Nexperia gjithashtu shqetësoi industrinë gjermane pasi ndikoi në sektorin kyç të automobileve në vend. Komisioni Evropian tha se fondi strategjik prej pothuajse 3 miliardë euro do të ndihmojë gjithashtu në financimin e projekteve strategjike në minerat, rafinimin dhe riciklimin e mineraleve dhe metaleve thelbësore, si brenda Europës ashtu dhe në vendet partnere. Fondi nuk lidhet me paratë shpenzuara nga shtetet anëtare individuale, me Gjermaninë që ka alokuar 1 miliard euro për projekte të mineraleve të rralla midis viteve 2024 dhe 2028.